Celentano. Me që ishim pikërisht e kjo çështje, editoriali për sonte quhet pasaporta e eksodit. Pasaporta e BE-s. Pasaporta e eksodit. Atë zonja Zotrin, më dëgjoni me vëmendje. Ndërkohë që Partia e Berishës, Partia Demokratike, i flak fituesit e primareve nga listat dhe premton pensione dhe shtet social, sado që është e djathtë, Edi Rama ka zbuluar zgjidhjen për Shqipërinë. Ikni. Po, ikni. Premtimi i tij për zgjedhjet e ardhshme është një pasaport e mirë për të ikur më shpejt. Jo shtet më të vogël dhe eficient, jo ekonomi formale, edhe më pak shok dhe shoqe në burg, por largim më të lehtë, më të lehtësuar. Në një vend si Shqipëria, ku po rrjedh gjak demografik, ku sipas censusit të 2023-shit, të kryer nga Instat, një zyrë statistikash që varet po nga kryeministria, de facto. Shqiptarët po zhduken si popull. Edi Rama ndërkohë premton eksod. Më votoni mua, t'ju jap pasaportë e BE-s, ti ik Nikolaj. Paradoksi i rilindasit është i përkryer në fakt. Nga njëra anë shteti ndalon të rinj të largohen, dhe këtu e kuptoni, e kam fjalën për ata që kanë studiuar me para publike dhe që ligji i lidh si mjek sklever modern që duhet të kthejnë investimin. Nga ana tjetër, i njëjti njeri, kryeministër ende në detyrë, premton integrim në BE dhe si shpërblim pasaportën europiane, që do t'i lejoj të rinjt të ikin pa burokraci dhe pa radhë të polici në kufi. Mendoni pak. Kjo nuk është politik. Kjo është inxhinjeri sociale, ku shteti tenton të kontrollojë lëvizjen, arsimimin dhe jetën e individit. Ndërkohë që përdor Europën si premtim për të vazhduar sundimin këtu brenda. Në vend që të ndalojnë dëshkimin e suksesit dhe punës së ndershme me tatimor dhe policë rrugor të kthyer në shushunja parazite, kryeministri ende në detyrë ofron lehtësim për të ikur nga vendi. Ky regjim, miqtë e mi, nuk po prodhon më qytetar. Ky regjim po prodhon pasagjer për Rinasin, aeroportin de facto të qeverisë. Sa më shumë ikin, aq më i menaxhueshëm bëhet vendi për autokracinë e butë rilindase. Mbeten ata që nuk ikin dot dhe ata që shteti i mas socialist i ish Partisë Punës i mban me bukë. Kjo është Shqipëria sot, jo për të jetuar, po për të braktisur. Dhe Edi Rama nuk e fshe më, e shet si vizion. Dhe për këto zgjedhje, e shet për 11 maj. Unë në fakt, kur e mendoj thellë, ose holl, jam dakord me Edi Ramën. Ikni. Unë kam 10 vjet që ju them ikni në fund të çdo emisioni. Por në fakt, nuk ju duhet fare pasaporte europiane për të jetuar në Kosovë.